Nderuar shikues, vazhdojmë të jemi në atmosferën e pragdeshjes Partizani Vllaznia dhe natyrisht duke qenë në stadiumin e Partizanit, në shtëpinë e Partizanit, Arena Demave. Konstatoj që në këtë pragdeshje të kem pranë mikrofonit tre figurat e Partizanit. Me herët ishte Yasir Hasani, me pas Edmond Doçi dhe tashmë Edmond Hazia, ish drejtor sportiv i klubit e Partizani dhe një menaxher me të suksesshëm, po themi, në Shqipëri. Mondi, një ndeshje interesante se që po e prisni? Gjithmonë kur luaj Vllaznia në Tiranë, ne vim me kënaqësi sepse e dim që ka spektakël futboll. Ju urojmë të dy skuadrave të luajnë më të mirë, bëjnë më të mirë sot. Të dyja janë për kampion, Vllaznia i çik një hap më përpara, por do jetë ndeshje interesante dhe ju urojmë më të mirë të dy skuadrave. Trajnerët kanë punuar shkëlqyeshëm si Martini dhe Kërnaja. Kohë e bukur është, urojmë të shohim një ndeshje të bukur dhe na vjen edhe gola, pse jo. Dhe me që përmendet golat, parashikoni me gola kjo ndeshje sot? Unë them që të dy skuadrat do luajnë hapët, sepse nuk i bën punë barazimi. Të dyja luajnë mund të luajnë 4-3-3 puna trajnerëve, por një sulmues si Bala dhe krau tjetër sulmues e Partizanit si Skuka, nëse të luajnë se nuk e di, shpresoj të ketë ndeshje me ritëm të mirë dhe me gola. Do dojë një parashikim me rezultat për këtë ndeshje. 3-3. 3-3. Po. Barazim. Do një autor golash mund të veçoni? Pa diskutim tash se unë jam pak katolitar të çik më elitar. Them që do shënoj Bala, por nëse lu Skuka dhe Skuka. Por shoh një Vllazni shumë kompetitive si vet. Presidenca, trajneri kanë punuar shkëlqyeshëm. Vjosim Sinani që ka qenë një lojtar im, ju uroj më të mira të Vllaznis, se mas Partizanit jam çik me Vllaznin. Ju uroj gjithë mirat e ty personalisht, sepse je një nga gazetarët më të mirë shqiptar që ka futbolli jonë. Faleminderit, ishim me Edmond Doçin. Sepse me Edmond Doçin ishim më herët. Edmond Hazia ish drejtor sportiv i klubit Partizani dhe një menaxher shumë i suksesshëm. Parashikoj Barazin 3-3, të presim ato dal spektakël me gola. Spektakël në gola dhe ju uroj gjithë mira skuadra.